Modalitetet imazherike në Shqipëri kanë avancuar mjaft. Së fundmi po tentojmë të fusim edhe atë që është imazheri intervencionuese, që ka lidhje me bërjen tashmë jo vetëm të diagnostifikimit nëpërmjet imazheve, por edhe të trajtimit të patologjive nëpërmjet imazheve, pa ndërhyrë drejt për drejt duke hapur trupin e njeriu. Që babai juaj ka një bombë sahat, e cila mund të mos plas kur, po mund të plas në këtë moment. Çarja e aortës abdominale me aneurizëm është fatale për pacientin humbi jetën. Gabimi fshihet midis neglizhencës dhe padijes. Dhe nëse ne neglizhojmë, pra themi, se ky pacienti nuk ka gjë, pra ti e paragjykon pacientin tënd, pikërisht këtu duhet ndalojmë. Se këto janë dy pika që ne mund të na shtohet gabimi. Por shumë njerëz kanë frikë nga ekzaminimet imazherike. A janë ata të rrezikshme? Ajo çfarë ka probabilitet për të qenë paksa e rrezikshme është ajo çfarë është skaneri dhe radiografia. Ka pacientë që janë të përjashtuar për të bërë mërin? Nuk ka ekzaminim perfekt radiologjik. Ka ekzaminim perfekt në varësi të simptomave të pacientit.